Përshëndetje të dashur shiqus, sot do të bisedojmë pakës lidhur me përkujdesjen e të posalindurit, qoftë për ambientin, mirëmbajtjen pra e një ambienti të shëndetshëm për foshnjën, po ashtu dhe për përkujdesjen personale, higjienike edhe pozicionale të i posalindurit. Larja zakonisht preferohet mas 5 ditë, një javë. Nuk duhet të presim rrëmjen e kërthizës, se e di që është edhe një farë stresi kur shihet ajo një kërthiz e cila duket ashtu e thatë, mendohet që mos po i dhem bebes, s'bën me lag, s'bën me prek. Kërthiza mundet me u la foshnja, pa kur farë të lashe. Mirë po, tash ndëgjoni, ndoshta vetëm pozitat gjatë larjes duhet i din nana, apo dikush tjetër që e bën pastrimin, sepse këto vaskat e këto mënyra tjera po ka shumë të ndryshme që mirë po, me rëndësi është. Larja gjithmonë duhet të filloj prej pjesës së shpindës. Pra, në shpindë, në mënyrë që ta kemi foshnjën në kontroll. Larja bëhet prej lartë poshtë, me rrjedhje të ujit, i cili duhet me u kontrollu paraprakisht temperatura. Çdo zakonisht nëse s'kemi termometër, se faktikisht temperatura e mirë e ujit, themi është temperatura trupore, 38 gradë 40 max. Mirë po ne mujmë me provu në lëkurën tonë të hollë, që e provojmë njëherë a i kemi nxehtë në apo jo. Kjo zakonisht e parallëra, te shuplaka e dorës, provohet njëherë uji. Pra kemi një ujë me temperaturë normale, edhe një shampon të lehtë, e cila vendoset në ujë, apo në vask, jo në kokën e fëmijut, jo në trupin e fëmijut. Arsyeja është përkundër që është me pH neutrale, zakonisht për foshnjë, pra për lëkurë senzitive të gjitha këto, mirë po në kokë kur vendoset shamponi direkt apo sapuni, çka do që t'jetë, nuk mundesh me e shpërla mirë. Për shkak se ndjeshmëria e kokës të foshnjës, jo që është i ndihshëm, po ne frigohemi, ta fërkojmë apo diçka që s'është edhe arsyeshme edhe me fërkë. Kështu që zakonisht është rregull të bëhet shamponi të vendoset në ujë, apo bubble, t'i thojmë ne, edhe me atë ta pastrojmë edhe shpërlarja në fund. Trupi, pra, masi e kemi kry krejt këto, me rëndësi, pra fërkimi është i rëndësishëm në pjesën rreth qafës, për shkak se këtu kemi palat e qafës, edhe çdo palë e lëkurës ka tendencë skuqjeje, apo grumbullimit të ndytësirave, nuk janë ato ndytësira, po mbledhët mundet me u mbledh pjesët e pamukta nga rrobat apo diçka. Edhe bëhet pra fërkimi një herë mbrapa qafës, kthehet foshnja gjithmonë në këndin 35-40 shkallë, për shkak se normalisht koka duhet me qenë lartë. Në mes të këmbëve fërkimi në mes të këmbëve, pra këtë pjesën këtu, ku janë palat këtu edhe rreth qafës. Edhe në fund bëhet shpërlarje.